Telekomit Kosovës, ka mundësi që këto që ju i keni në nëmbrellën e juaj të zhvillohen. Në qoftë se shitni pas Telekomit Kosovës, atëre keni fjalë të kota, atëre keni fjalë të thata se nuk keni mjete ku t'i merrni. Nuk ka zhvillim të shtetit me mjete të vallëzuara, me mjete të pamenduara. Ka zhvillim me mjete konkrete të definuara dhe të saktuara për kujt mund vinë. Prandaj, unë mendoj që na si protestues kem nevojë që të ndihmojmë edhe juve, që t'i thoni jo privatizimit, ta largoni nenën 4 dhe ky vend zhvillohet. Ta lejoni kompaninë më të profitabile në vend që zhvillohet dhe kështu të ecë përpara. Kështu ndikohet në zhvillimin e shtetit. Kështu ecet përpara. Kështu fëmijët tanë kanë armëri. Kështu ky popull mund të jetë konkurrent, ky popull mund të jetë mbahe. Jo me njëime, jo me shtomje. Faleminderit. Ja privatizim pas Telekomit Kosovës. Ja privatizim pas Telekomit Kosovës. Ja privatizim pas Telekomit Kosovës. Formohet një grup i cili do të kontaktoj me parlamentarët tonë dhe të dërgoj kërkesat që kemë përpiluar si sindikata, cilat mendojmë që ju shërbejnë ju nevojitën deputetëve. Do të formohet një grup të nderuar polic, të nderuar përgjegjësa, tani do të vinë 4-5 persona me kërkesa në dorë, ju lutem të kontaktoni persona zyrtar, mos bëhet rrëmuj pa lidhje dhe kërkesat tona të shkojnë aty ku kanë vendin, të shqyrtojnë njerëzit dhe të kontaktojnë me neve. Faleminderit. Tani të nderuar bashkë pjesëmarrës protestues, do të shkojmë pa teatrit, do të lexojmë komentet tona që kemë, do të shfalosim me njërë kërkesat, njërë që deputetit të jenë të vetishëm në kërkesat tona. Faleminderit. Nuk do të jenë kërkesat dëshme të policë, jenë kërkesa patsore, po njoftoni personat na pranojnë pa bërë mund, që se nuk na pranojnë, atëre kujdes. Të nderuar qytetarë, të nderuar ju të pranishëm. Ju falenderoj shumë për qëndrimin e juaj dinjitos për këtë pjesëmarrjen këtë protest, sepse të morë për bazë kërkesën, nevojët e juaja, e dim që ko është e çmuar, ko është ari, po kërkesa jonë sot mendojmë dhe konsiderojmë që është bitë gjitha. Prandaj, ju falenderoj shumë që jeni përkrah nesh, jeni duke më pritur kërkesat tona, me vetë prezencën e juaj, kjo është dëshmi, i falenderoj mjetet e informimit që janë prezent dhe janë duke tentuar që të ndihmohet aty ku ka nevojë. I falenderoj gjithë policinë, gjithë ata të cilët e kanë për qëllim të këtij vendi të kontribuojnë dhe të ndihmojnë në mënyrë të njohur. Prandaj, ne si sindikalistë dhe si punëtorë, si protestues, si qytetarë, sot do të qëndrojmë këtu. Do të qëndrojmë me vetëm arsye për ta njoftuar opinionin, për që bën me dije deputetëve, sepse kjo është formë demokratike për cilën duhet gjithë luftojmë dhe duhet gjithë ta aplikojmë. Jem njerëz, jem vllazën, jem një gjaku, prandaj kërkojmë që kërkesat të analizohen, vlerësohen dhe pranohen, se këto janë kërkesa të cilat kanë për qëllim shpëtimin e kompanisë, shpëtimin e këtij vendi, ndikimin në zhvillim të këtij vendi. Nuk e kanë qëllimin personal. Ju vojmë me dije dhe ju garantoj se qëllimi i punëtorëve pas Telekomit Kosovës në ne është shpëtimi i pasunisë Kosovës, e cila ka drejt për drejt ndikim në zhvillimin e vendit. Pastaj, normalisht, jem njerëz, janë interesat tona me cilat ne me punën tonë e mbajmë familjet tona. Prandaj është normale dhe është shumë e arsyeshme dhe i falenderoj edhe një herë këta punëtorë, ta njerëz vullnetit mirë që janë duke protestuar në mënyrë të qetë. Mos harroni. Është hera 4 që punëtorët e pas Telekomit Kosovës, popullata mbar, sindikata si motra, janë duke protestuar në mënyrë të qetë. Unë konsideroj dhe kërkoj nga qeveritarët tanë, nga deputetët, nga njerëzit tanë që udhëheqin shtetin, ta kenë parasysh dhe ta respektojnë këtë veprim tonin dhe mos na keqpërdorin, po ta shtin bashkë funksion dhe të thonë ato që është i logjikshme e arsyeshme që kërkesat tona e kanë për qëllim edhe ndihmën ndaj tyre. Ndihmën ndaj tyre është që kjo kompani të jetë në menaxhem të shtetit, menaxhohet shumë drejt, shumë mirë, në mënyrë që zhvillohet, të rriten tyrat dhe të ka mundësi edhe më tepër ta ndihmojë zhvillimin e këtij vendi. Faleminderit. Ju falenderoj me kuptim, me të vërtetë është kënaqësi që këtë formë bisedojmë, komunikojmë në mënyrë të qetë, sepse herë do kur do, apet kështu duhet bisedohet, po
ma mirë fillimisht e gjithmonë t'jem të kuptueshëm, të arsyeshëm dhe frimet tona dhe të lanë vend për bisedime. Gjithmonë do të tentojmë të qenë bashkëpunues, bashkëveprues me veprimet tona të ndikojmë pozitivisht. Faleminderit shumë. Në që ju si pjesëmarrës jeni të njoftuar me kërkesat tona, po njëkohësisht edhe mjetet e informimit. Faleminderit. Deputet, Sindikata Profesionale e Punëtorëve të PTK-s ju njofton se ka një rresht kërkesash të cilat janë të pranueshme për secilin deputet të Parlamentit të Kosovës, për secilin zyrtar të qeverisë dhe për secilin punëtor të Post Telekomit të Kosovës. Kërkesa jone e parë është sigurimi i vendit punës. Kërkesa jone e dytë është sigurimi i ligjit për çështje sociale. Kërkesa jone e tretë është që pika 4, po që është edhe arsyeja kryesore që kemi dalë këtu, mos futet sot në kuadër të buxhetit, në aprovimin e buxhetit të Republikës së Kosovës. Po ashtu kërkojmë që në gjitha negociatat që ma herët kolegu im i përmendi të përfshihemi me të gjitha pika tjera që janë dikun 15 prej tyre. Ndërto është edhe sigurimi i secilit punëtor se ai do të jetë në Post Telekomin e Kosovës tash e përgjithmonë. Edhe në herë kemi thonë, nuk jemi kundër aprovimit të buxhetit, por jemi kundër pikës 4. Të nderuar deputet, kur ju është nevojitur vota jonë, ju gjithmonë keni kërkuar prej nesh. Tash ne kërkojmë nga ju që vota juaj mos tjetë për nenin 4, tjetë për aprovimin e buxhetit Republikës së Kosovës, por pa pikën 4 të këtij buxheti. Faleminderit. Të nderuar të pranishëm, ne jemi një, edhe si sindikata, edhe si punëtor, edhe si popullat. Qëllimi jonë i parë është numër 1, shpëtimi i kompanisë nga procesi i privatizimit, që do të thotë jo privatizimi Post Telekomit të Kosovës në këto raste me çdo kusht. Tani ai kusht që ju e keni fut në nenin 4 është ai që të finon momentalisht. Ato të largoni nga projekt buxheti dhe të thoni jo privatizimit me votën e juaj. Jo privatizimit. E di. Të nderuar përfaqësues Sindikata Telekomit Shqiptar, të nderuar përfaqësues grupit Gavis Sharcem, të nderuar përfaqësues Sindikata Kosovës, PTK-s, të nderuar sindikalistat Post Telekomit Kosovës, Sindikata Bambarën, Sindikata Profesionale Punëtorë Post Telekomit Kosovës, të nderuar qytetarë, të nderuar punëtorë, zone dhe zotëri, të nderuar të pranishëm. Edhe një herë, futja me çdo kusht e nenit 4 për ligjin e buxhetit për vitin 2011, ku prasheh privatizimin e PTK-s për sindikatat, për punëtorët, për popullin e Kosovës është irrituese kundër interesave të qytetarëve, punëtorëve dhe shtetit Kosovës. Me nenin 4 të nderuar parlamentar të projekt ligjit buxhetit të vitit 2011, po tentohet në mënyrë perfide dhe heshturazi të merret miratimi nga Kuvendi i Kosovës për ta kontrabanduar shitjen e PTK-s. Kujdes, në këtë krizë institucionale dhe financiare, vetëm të mendosh që ta shetësh kompaninë më strategjike dhe fitimprurëse të Kosovës është krim e jo të insistosh dhe të bësh presion dhe shantazhe mbi deputetët e Kuvendit të Kosovës. Komisioni për buxhet i Kosovës në takimin e fundit nuk ka arrit konsenzus për nenin 4. Prandaj neve i përkrojmë fuqishëm të gjithë deputetët e Kuvendit të Kosovës që mos të ndëgjojnë qëndrimet politike nga asnjë rreth, nga asnjë anë, as nga vendues as ndërkombëtar, por të votojnë buxhetin e Kosovës për vitin 2011 pa nenin 4. Edhe ne ju thas, jo privatizim Post Telekomit të Kosovës. Jo privatizim Post Telekomit të Kosovës.
punëtorët e fabrikës së qimentës Sharcen, nga Honi e Lezit, plotësisht solidarizohemi me kërkesat tuaja të arsyeshme. Ky solidaritet me siguri nuk është vetëm i yni, por është i gjithë punëtorëve të Kosovës, që kanë mbetur pa punë e që numri i tyre sillet mbi 60.000 vetë. Vetëm e vetëm ty faleminderu ligjit të privatizimit dhe mënyrës së ekzekutimit që nga përvoja 11 vjeçare është treguar shkatërrues i ekonomisë kosovare dhe jo human ndaj punëtorëve, e që këto të dyja së bashku bien ndesh edhe me kushtetutën në fuqi. Kushtetut e cila e ka dispozitat më të rëndësishme në lidhje me mirëqenien njerëzore, humanitetin dhe solidaritetin. Të e morë parasysh se zhvillimi ekonomik dhe shëndeti i njeriut janë dy kritere të indeksit të zhvillimit njerëzor. Paramendoni se me këtë ekonomi në të cilën vend mund të radhitemi me siguri në fund të gjitha shteteve. Ne ngrim zërin të na ndëgjoni, të na ndëgjojnë ligjvëndësit, mbrojtësit e të drejtave tona, që të na anulohet ky ligj, të rifillojmë hulumtimet dhe mënyrat e privatizimit të deritashëm, lëshimet, gabimet, korupsionet, por të hartohet një ligj më frikëdhënës për ekonominë kosovare dhe për të mirën e të gjithë qytetarëve. Gjatë këtyre privatizimeve, në asnjë moment nuk është dëgjuar zëri dhe as kërkesa e sindikatës, të u marrë parasysh se sindikata është pjesë kreative e shoqërisë sonë. Por në fund kolegëve tonë të Post Telekomit, ju bojmë me dije që kërkesat e juaja i mbështesin edhe 636 punëtor të Sharcemit, që të gjithë së bashku do të bëhen njësh për të mbrojtur pasurinë e Kosovës, dinjitetin dhe armërinë tonë, bashkarisht të japni fund këtij privatizimi të egër, që për çdo ditë po e shkatron ekonominë e vendit tonë. Faleminderit. Të nderuar pjesëmarrës, tani do të shkojmë 4 vjet në takim me kuvendar, do të ndërtojmë kërkesat tona. Ju lutem të ndjeni të rahatshëm qetë dhe pastaj do t'ju informojmë se çfarë kemi bërë. Faleminderit. Po, një hajtë, po, faleminderit. Ta duhet më nalon me një o zotni. Qëse di ato. Dere më ratë shefin e ju? Deri kote, apo amendamentin 2, deri përgjuar se në qartë, se të bëjmë vendimin e qeverisë të dokës i cekur në këtë amendament, dhe se për këtë vendimit qeveria ka të drejtën që ligjet dhe vendimet e veta të përgjuar si përgjuar tyne në momentet caktuar në notitet. Reazione quattro, reazioni. Nel secondo anno di Capucce, c'è del posto, c'è lo studente, e aveva già pensato di fare il era del centro. Era se so, ci tenia su compresso da dentro, a lui pucete il mio c'è, a lui mi fa stiere, mi ha detto muore povera, la rete, nëse ky amendament ka rënë në mënyrë se të paraqitet nga qeveria e Kosovës, ne do ta konsiderojmë si keqpërdorim situatës. Dhe fundje në paket të privatizimit të smotën e kanaleve të buxhetit të Republikës Kosovës për 2010. Saktësisht jemi të gatshëm të anëshesim këtë buxhet sot, mirë po vëllëve se nëse ky amendament futet kështu si është sot, sipas propozimit të qeverisë, do të jetë një keqpërdorim i situatës të cilën në Kosovë, do të jetë një keqpërdorim edhe i vullnet propozitës për votu, do të jetë edhe keqpërdorim i pritjeve të njerëzve që presin që të
Shqyrtaj projektit për bugjetin e Republikës Kosovës për vitin 2011. Dhe amandamentet e propozuara. Amandamenti kë njeni 4 i të përpër dhe Sofia ka bazën juridike ka konstatuar në raportin. Dojë komisionit e në mëndrejta, kërë në bëjnë proshë. Ndërora projekte të tërë, në sa për koreksi, kërëtore komisionit ka dërgur raportin në lidhje me punën komisionit, në për të sapsoj, se komisionit ka raportin në vjetë. Lidhje në parë, komisionit ka konstatuar me shumicë votash, se ne 4 i projektit për bugjetin është në kundërshtim në ligjin për ndërmarrjen e Republikës së Kosovës dhe përpasojnë në kundërshtim me Kushtetuën e Republikës së Kosovës, e cila parashqet që në Republikën e Kosovës baza e ekonomisë është ekonomia drejtëtimi. Duke paraqatur shkrimin për Kosovën e telekomunikacionit të Kosovës për 500 milion euro, ne kemi shkruar Kushtetuën dhe kemi si rezultati i votave dhe ndoshta edhe kërkesave që ka votuar deputatët kanë probleme në Komisionin e Fundit dhe nuk ka kaluar. Realisht sa që mos propozojmë të ketë të bëjë. Ajo që ndryshimit të opinionit të komisionit ka ndodhur çuditërisht në 2 momente të ndryshme për njëjtën bazë. Nuk po kjo është realiteti, se ka një diskrepancë mes principatave dhe protestojnë kësaj diskrepancë se qeveria në një kohë ka apruar strategjinë në ndihmë për ka kërkuar të gjithë deputetët dhe komisionit për bazë të ndihmë për privatizimin e postës se tjera ditën, sidomos për komisionin për drejtësi. Deputetët e lëvizjes vendosin e çuan sallën e vendit sot, pasi që u votua propozimi i qeverisë për riformulim të menit të partë të projektit të bugjetit. Ky riformulim i qeverisë ishte alodhë më i tëmshëm edhe më inteligjent se sa që ishte ai që e kishin futur aty si në katër në versionin e parë të projektit të bugjetit, për shkak se ky riformulim që e bëri qeveria, që e përdoi qeveria, thoshte se votime për bugjetin e Kombëtit të Kosovës nuk kupton, votime për bugjetin e Kosovës nuk kupton njëkohësisht edhe votim për strategjinë e privatizimit të telekomit. Do në këtë mënyrë qeveria e kontrabandoi një vendim shumë të rëndësishëm, që është privatizimi i një kompanie të rëndësishme ekonomike për edhe strategjike të Kosovës, siç është Posta e Telekomit të Kosovës, përmes bugjetit që është bashkë një dokument të rëndësishëm për Kosovën, por që ka për qëllim të përmbush nevojat dhe të ndrojë interesat e qytetarëve. Ne shuam sallën për shkak se konsiderojmë që kjo është një mënyrë shumë totalitare. Kundër këtij nenit 4 dhe për rritjen e pagave, por jo ashtu që ka thënë kryeministri Thaçi, një herë 30, 40 e 50%, e masanej veç 23%, po të rriten pagat për të gjithë pa dallime ashtu që shpremtohet. Por në anën tjetër, jo të shitet PTK-ja, për shkak se PTK-ja është pasuri kombëtare. Është ndërmarrja më e suksesshme në Kosovën e pas luftës. Këta po e shesin PTK-n në mënyrë që të fitojnë amnesti për korrupsionin e tyre dhe shantazhet që o bëjnë, dhe në anën tjetër që PTK-n ta bëjnë asfalt. Ne jemi për rrugën e kombit, mirë po aq i madh është fitimi në PTK, aq e madhe është dividenda, sa që mund t'i kemi të dyja. Pra, mund t'a kemi edhe fitimin nga PTK-ja, mund t'a kemi edhe autostradën e kombit. Nëse autostradën e kombit duhet t'a financojmë nëpërmjet PTK-s, le ta financojmë nëpërmjet fitimit vjetor që ka PTK-ja, e jo duke e shitur PTK-n. Shqipëri, jo PTK! Shqipëri,
Shitja e PTK-s po bëhet në mënyrën më të keqe të mundshme. Nuk po bëhet privatizimi as në sferën e menaxhmentit e drejtimit dhe as në sferën e shërbimeve, po në sferën e pronës. Pra, po shitet prona. Dhe kësaj fitimi prej PTK-s do t'i shkoj asaj korporate e cila do ta blej PTK-n dhe qeveritarëve të tjerë të cilët do t'i sillen rrotull atij pronari për dromcat që bien aty. Prandaj, qëndrimi i lëvizjes vendosje është që të qëndrojmë bashkë me punëtor e me qytetar kundër privatizimit të postës dhe telekomit të Kosovës dhe ta mbrojmë postën e telekomit në Kosovës në të gjitha mënyrat, për shkak se mbrojtja e PTK-s është mbrojtje të tashmes, por dhe mbrojtje e ardhmërisë sonë. Posta është e popullit, jo e qeverisë! 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 Lëvizja vetëvendosje do ta vë gjithë kapacitetin e saj intelektual e fizik. Do ta vë në dispozicion gjithë rrjetin e saj dhe dijen e saj. Gjitha qendrat që i kemi në për Kosovë dhe gjitha aktivistët tonë, do t'jemi gjithmonë bashkë me punëtorët e me qytetarët që dëshirojnë ta parandalojnë privatizimin përfundimtar të PTK-s që sot u kontrabandua pa shumicë votash dhe në emër të një buxheti i cili ekziston për t'ja mbuluar prej premtimet e rrajshme kryeministrit Thaçi dhe kësaj qeverie korruptuar. Ne dolëm nga kjo seancë parlamentare sepse sot demokracia nuk ndodh në atë seancë parlamentare, nuk ndodh në atë sallë kuvendit, por ndodhet këtu në rrugë, këtu me juve, të cilët jeni grumbulluar për ta mbrojtur interesin e Kosovës, e rrjedhimisht pikërisht ju jeni duke përfaqësuar vullnetin e popullit e jo ata të cilët po i ngrisin durt dhe vendosin një makineri e votimit kundër vullnetit të popullit e për interesat e qeverisë. Neve na pret shumë punë e shumë betejë në të ardhmen, por mos harroni që jemi ne ata që po forcohemi e janë ata që po dobësohen. Jemi ne ata që po bashkohemi e janë ata që po ndohen e përqohen. Prandaj, fitoria do t'jetë e jona, e son shpejt do t'jetë fitoria e jona, varet prej punës e prej angazhimit tonë. Faleminderit shumë. Të nderuar pjesëmarrës, të nderuar të pranishëm, tani vetë sa dul grupi i caktuar prej jush, prej takimit me sekretarin e kuvendit dhe t'ju thëmë shkurt shqip, kërkesat e punëtorëve të artikuluara me bashkëqytetarët e Kosovës nuk u morën parasysh. Edhe për kundërën vullnetit tonë, që shonë sa e vetme për të shpëtuar nga keqpërdorimi, nga shitja e post telekomit Kosovës, nuk u morë parasysh nga Kuvendi i Republikës Kosovës, nga ata të cilët e ngritën dorën dhe votuan për ta shkatruar këtë vend, sepse shitja e post telekomit Kosovës është dëshmi e gjallë e argumentuar me figura financiare që këtë veg, këtë vend, këtë shtet e qënë në humbje financiare në katastrofë ekonomike. Prandaj, juftoj edhe njëre që kërkesat tona të jenë dinitoze dhe të themi jo këti privatizimit tegër, jo kësaj shitje pavullnetshme, jo kësaj shitje katastrofale e cila këtë vend, këta punëtor, këta njerëz, këtë popullat e qënë dështim. Është një kërkes e cila është drejtuar që sa herë parlamentarëve nuk është marrë për bazë, prandaj unë si përfaqësues juve, gjithësisht ne si përfaqësues punëtorëve dhe
këta të nderuar qytetarë duhet të respektuar vullnetin e tyre. Prandaj kërkoj vullnetin e juaj. Na dojmë ne këtu. Deri të bëhet një zgjidhje. Deri të kemë ne. Deri të kemë ne. Të nderuar kuvendar, ju të cilët nuk I mund për bazë kërkesat tona, keni kujdes, se e keni hup një mos madhe për krahës popullit. Nuk e di të nderuar deputet çka ju vin vota e juve. Nuk e di çka ju vin qëndrimi juar kur popullin e keni irrituar në mënyrë më të madhe të mundshme. Ju lutem të nderuar deputet, këto kërkesa që se keni marrë parasysh, duhet ta vëni kishtim kokë edhe të mendoni çka jeni duke vepruar. Neve të nderuar deputet na ka fundi durimit. Prandaj përgjegjësia për veprimet që do t'i marrim ne do të bien mbi ju. Është hera tjetër që ne ju lutim, ju nuk I merrni parasysh. Prandaj përgjegjësia drejt momentit moni ju. Ju të gjithë, ju qeveria dhe ju të nderuar parlamentar, të nderuar deputet. Hajde,